Një çmenduri infrastrukturore po ndodh tashmë në Vlorë, pikërisht çudia vlonjate, e cila zëvend dhe konstatohet në projektin më të ri që po realizohet në qytet, i cili njihet si Bulevardi Palmave dhe Agrumeve. Firma e cila po realizon këtë projekt, por edhe të gjithë ata të cilët e kanë ideuar, meritojnë një çmim Oscar për mënyrën se si e kanë menduar. Siç shihet edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, kjo firmë në të gjithë bulevardin e Palmave dhe Agrumeve, pjesët e hapësirave të gjelbëruara i ka vendosur në mesin e trotuarit. Praktikisht, pjesët rrethore që po ndiqni në pamje janë vendet më të reja që po ndërtohen në to dhe ku do të mbillen më pas pemët dhe do të instalohet sistemi i tyre i vaditjes. Por çudia ekziston në faktin që këto vende janë menduar të vendosen pikërisht në mesin e rrugës se ku kalojnë këmbësorët. Praktikisht, për kalimtarët janë lënë në dispozicion hapësira territori mjaft minimale të pamjaftueshme për të kaluar këta të fundit. Imagjinoni se si mund të kaloj në këto shtigje dhish të lëna për këmbësorët në trotuarin e bulevardit të Palmave, një nën me fëmijët me karrocë apo një person me aftësi të kufizuara ku praktikisht e ka të pamundur. Kjo praktike e ndërtimit të pjesëve të gjelbëruara në mesin e trotuarit shtrihet përgjatë të gjithë projektit në fjalë, prej fillimit të këtij të fundit në zonën pranë gjimnazit jo publik Perla deri në afërsi të xhamisë së Plumbit. Madje në të, për shkak të mungesës së hapësirës, nuk kalojnë dot as qytetarët dhe jo më personat me aftësi të kufizuar. Sigurisht që projekti është një marrëzi, pasi nuk ka qenë as pak e nevojshme që pjesët e gjelbëruara të jenë hapësira kaq të mëdha, pasi janë të panevojshme. Pemët mund të mbinë dhe po patën hapësira më të vogla toksore, ndërsa projekti duhet t'i dedikohej qytetarëve dhe jo pemëve. Pavarësisht se duhet të ishte një vend shëtitje për kalimtarët, nuk ka rezultuar kështu, pasi territori është zaptuar nga pemët e mbjella aty. Nga ana tjetër, vlen të theksojmë edhe faktin se pavarësisht se pemët që janë mbjell kanë një hapësirë territoriale tepër të konsiderueshme në krahasim me gjerësinë e trotuarit, sërish as kjo gjë nuk ka mjaftuar që ato të mbinë. Ende pa përfunduar mirë ky projekt, shumë prej pemëve të mbjella aty si Palma apo edhe Agrumet janë tharë. Këto pemë, megjithëse projekti nuk ka përfunduar, rrezikojnë të thahen në total. Me shumë gjasa, kur ky projekt të ketë përfunduar, pemët do të jenë tharë dhe do të detyrohen institucionet lokale të heqin sërish prej andej, ashtu siç po ndodh tashmë në zonën e Lungomares, por edhe në shumë zona të tjera në qytetin e Vlorës.